atëherë ishte në vitin 1917, nuk ishte mbret akoma, dhe u bë njeri më i afërt deri në vitin 1940 i mbreti Zok, që ishte njeri shumë konfident dhe mori pjesë në shumë aktivitete të ndryshme politike dhe në emër të shtetit, mbretërisë shqiptare dhe të Republikës të kohës. Çatini si diplomat, misionin e parë kishte në Bari, në Vjenë, në Londër, por në Londër ishte sekretari i parë, por faktikisht nuk ishte asnjëherë në zyre, ishte gjithmonë lëvizje në emër e shtetit shqiptar, bënte kontrata të ndryshme për ta ndihmuar mbretin Zok dhe shtetin shqiptar. Ai shkoi në vizitë në Londër në vitin 1933 në Amerikë dhe takoi një biznesmen të madh amerikan, Paul Getty, i cili u bë shumë mik i Çatin Saraçit. Paul Getty është i njohur, ka themeluar Getty Museum, Getty Images, Çatini kishte pikturuar një pikturë. I kishte bërë një pikturë në vaj për Paul Gettyn dhe ai kishte dhuruar një tanker kështu, një anije me naftë, që ishte një shumë e jashtëzakonshme e parave, disa milionë që sot mund të jetë, ndoshta edhe më shumë. Çatini pati fatin në Rom dhe më vonë në Vjenë e takoi piktorin e famshëm ekspresionist Oskar Kokoshkën, me të cilin u bë mik shumë i famshëm dhe ishte pak shumë nxënës i tij. Kokoshka erdhi në Londër në vitin 1940 dhe aty filloi bisedia e tij dhe Kokoshka i dhuroi disa piktura shumë të famshme të tij, Çatini si dhuratë. Njëra prej tyre është portreti i Katrin Droides, i cili një mikeshe e Çatinit, e cila e kishte ndihmuar edhe Çatinin, por edhe Oskar Kokoshkën, si ishte në Londër si piktore, të cilin anglezët nuk e njihshin, nuk kishin ide se kush është Oskar Kokoshka, i cili ishte një piktor i jashtëzakonshëm. Oskar Kokoshka më vonë bëri një pikturë të Çatinit në vitin 1945, po. Ekspozitën e parë Çatini si artist e mbajti në vitin 1945, më vonë në vitin 1963 në Retfree Gallery, dhe ka pikturuar me piktorë të jashtëzakonshëm shumë të kohës, si Picasso dhe disa piktorë shumë të famshëm, dhe Oskar Kokoshkën. Ka pas ekspozita në Vjenë, në Rom edhe New York. Çatin Saraçi kishte miqësi shumë me shqiptarët e diasporës, si Isan Toptanin, nga familje Toptani, me Dervish Dumën, ishte diplomat i shtetit shqiptar, i cili ishte përfaqësues i fundit i ambasadës shqiptare në Londër. Kishte mik Anton Llogorezin, një shkodran, të cilin e kishte mik shumë të afërt. Anton Llogorezi kishte punuar në BBC deri në pension në vitin 1977. Përveç këtyre, Çatin Saraçi kishte lidhje edhe me Fajkonicën, kishte mik të afërt, kishte korrespondencë me Fajkonicën, kishte lidhje edhe me Edith Durham dhe është një fakt i jashtëzakonshëm, në vitin 1935 Shoqata anglo-shqiptare bën një aktivitet, një përpjekje për të sjellë në Shqipëri mbi 50.000 izraelit në tokat shqiptare dhe kontaktojnë mbretin Zok. Çatini takohet me këta dhe në një takim me Winston Churchill thotë që patën një takim me mbretin Zok dhe bisedojmë për këtë punë. Disa herë ishte takuar lidhur me këtë punë me shpërnguljen e një numër të madh të izraelitëve, po ky proces, kjo nuk pati sukses, për arsye se i filloi dhe lufta dhe ishte pamundshme të realizohet ky projekti. Çatini kishte njohur Churchillin në vitin 1938-39, kishin pikturuar bashkë në Francën jugore
Dhe ka disa letra që ka dërguar Churchillit dhe ka shefi kabinetit Churchillit i ka kthyr disa letra, domethënë ka Çatinit. Çatini ndroi jetë në vitin 1974, duke lënë një trashëgimi të pasur artistike dhe një vërtet pasuri shumë e madhe për artin shqiptar. Kritikët anglez kanë cilësuar si një piktor të lindur, ndërsa në Shqipëri akoma nuk njihet si piktur. Personi që e ka bler gjithë koleksionin e artit është një fëmijë i familjes Saraçi, i cili ka bler gjitha pikturat pas vdekjes së Elizabeth Saraçi, e cila ishte rimartuar në Melbourne, një familje shumë të famshme irlandeze. Çatini përveç si piktor ishte i njohur edhe si koleksionist i artit të lindjes largët. Edhe kishte një pasuri të jashtëzakonshme, domethënë një prej shtëpiave të tij që u shit në Londër, u shit për afër $1 milion në vitin 1974, që i kishte bler sultani i Bruneit. Kishte një pasuri të jashtëzakonshme, kishte lidhje me aristokracinë e famshme të kohës britanike dhe kishte shumë kontakte me njerëz të Hollywoodit, me personalitetet të jashtëzakonshme. Ndoshta shqiptari i parë që ka pas lidhje shumë të fuqishme gjatë gjithë kohës. Kaq sa për fillim, mandaj mund të lidhemi edhe më vonë, më duhen nëse keni ndonjë pyetje. Po, shumë faleminderit profesor për gjithë këtë introduksion. Detyrova me përsërit se është një figurë mes ndjen teme e panjoftun, po për dashme koklaviti fije më shumë bisedën. A mundeni a keni një shpjegim rreth një thashë themi që veçanërisht në Shkodër ka ekzistuar se Çatini është një prej organizatorëve të vrasjes Luiz Gorakuçit? Në dosjen e tij policisë politike në Itali, të cilën e kam gjetë në arkivat italiane në vitin 1931, më duket, Çatini përmendet në vrasjen e Luiz Gorakuçit. Përmendet në disa raste nga raportet e policisë sekrete, por nuk ka ndonjë dëshmi sigurt që ky ka qenë vërtet organizatori i vërtet, por përmendet si person që ka qenë afër ngjarjes ku ka ndodhur dhe ka raportuar autoritetet, ambasadën, legatën shqiptare në Bari dhe në Rom. Për çudi, ky përmendet edhe në vrasjen e Hasan Prishtinës në vitin 1933, që ka pas kontakte me disa autoritete italiane dhe policia sekrete e ka vëzhguar tan kohën dhe domethënë përmend edhe këtu, natyrisht ka marrë pjesë aktive në mbrojtjen e mbretërisë Zog, në atentatin që i bën mbretërisë Zog në vitin 1931. Çatini ka qenë një prej personave që ka gjujt, ka marrë pjesë aktive në mbrojtjen e mbretërit, si ishte atëherë sekretari i legatës në Vjenë. Me të thënë se po natyrisht fokusi ynë nuk është jeta se sa vepra e Çatin Saraçit. A mundena me ditë afërsisht kur ka nis aktiviteti i tij si piktor, ka vazhduar gjatë gjithë jetës, ka ekspozuar, ku ka ekspozuar, sa mundet me kënë numri i veprave? Ka filluar fillimisht në vitin 1938-39, aty kur për të parë takon Winston Churchill. Por sipas dëshmive të gruas së tij, Çatini si piktor kishte talent qysh në shkollën fillore dhe në shkollën e mesme në Vjenë, Terezianum. Ekspozita, domethënë, ka pas në Londër, në disa ekspozita në Londër, ka pas ekspozitë në Vjenë, në Paris ka pas një ekspozit me ca piktor tjetër, përfshi edhe Picasso-n, dhe se kishte lidhje të jashtëzakonshme me gjithë njerëzit të artit bashkëkohor, njihte gjithë njerëzit, kritikët e artit, edhe emri i tij përmendet në ndoshta në 20-30 libra të ndryshme që ka të bëjnë me historinë e artistëve të famshëm të kohës.
sidomos domethënë e përmenda kokoshkën, por ka edhe tjerë që zakonisht përmenden dhe shumë domethënë veprat e artit mund të jenë me them ndoshta më shumë se 2000 vepra, më shumë ndoshta ka. Po jo me një vend sigur që ka blerë një anglisë që ka qenë mik i familjes, jeton në Londër. Është. Edhe ako kanë filluar tani ca i kanë shit, po akoma si nuk janë shit të gjitha. Besoj që Mira ka pas një ide që t'i adhuroj shtetit shqiptar. Po ma tha me një kush që të bëhet një galeri, të bëhet kështu ishte, nuk e di si mund ndodhe, po veprat e vërtet janë shumë interesant. Sa nga këtu do të keni pa këtu, është shumë Unë mendoj të ndërtojmë një dialog me auditorin Agrën. Jo, shkollën e mesme ka kryer në Vjenë gjimnazin e famshëm, shkolla e mesme Therezianum, që është shkollë shumë prestigjioze, edhe mandej kam mbaruar universitetin për shkenca politike në Vjenë. Po, ka marrë mësime nga Kokoshka, ato di sigurt. Për gjëra të tjera nuk di, po. Nuk ka, po. E kalon pa botuar një roman në gjuhën angleze, është i pa botuar, besoj që një ditë do të botohet, nuk e di, po është një gjuhë shumë një gjuhë angleze shumë të vështirë me përkthjet. Është ka qenë një shumë i mirë gjuhëve, italisht, frëngjisht, spanjollisht. Të ka jetuar në Spanjë kohë gjatë. Po Angela. Po Enca, e hollë në PDF, të lutem. Apo kështu janë. Sot la Comisioner Campal se dă internet, întrebarea și consul tehnic în exercițiul de calculare de compatibilitate de tehnică de Jan sakile stare, samen met de ooit de productie mai de ooit met een beetje naar de ooit met een beetje naar de carrière de gewoon schuld Po, sigurisht, po edhe Oskar Kokoshka ka pas shumë influencë ky. Gati, po ti krahasosh sa vizative dhe pastele kështu Oskar Kokoshkës edhe Çatinit gati janë shumë identike. Shumë interesant, domethënë. Ka pas shumë influencë jashtëzakonshme. Po, figurativ, po. Kjo është letë ma herët, ishte letra. Po. Jo, nuk kam. Dhe këto shemë, shofish janë të ngjashme me Kokoshkës, shumë identike, po. Jonida?
Po, mos, mos të harrojmë faktin angazhimit tim me Mbretërin Zog dhe shtetin shqiptar, i cili për 10 vite, sipas dëshmive të Çatinit thotë ka qenë përgjegjës që t'ia gjejë Mbretërin Zog mbretneshën. Edhe në fund nuk e ka realizuar fare. Ka pas një, nuk e di, si duket ka pas një inat, ka pas një xhelozia, një kështu. Në fund u prishën për çështje për çështje parash. Po është një takim që ka pas në Paris, ku ka jetuar Mbreti Zog përkohësisht, takohen dhe është një dëshmi vërtet shumë e çuditshme, shumë e rëndë që thotë ai kishte pritë që Zogu t'i jepte një shumë të hollave që kishte marrë nga thesari i shtetit dhe ta mbarojnë tikën secili shkoi në punën e vet. Ky Zogu i jep 2-3 muaj rrogë që kishte pas kështu dhe aty fillon me edhe ka shkruar letra shumë anti-Zog në Londër dhe është një rast që Zogun e ka patit në gjyq. Për ca qej që i ka ble në emrin e Mbretit Zog, po Mbreti Zog s'ka pas dëshmi dhe këshilltari i tij Gjençok Naçi i thotë të paguajmë se është problem, po të shkosh në gjyq, shkosh si mbret, nuk shkosh si njeri pa fajshëm. Po dele emri në gazetë, ky nuk e pranon këshillën e këshilltarit, shkon mbretë dhe natyrisht bëhet skandal dhe fillojnë gazetat. Po si figurë politike dhe si diplomat, vërtet ka pas shumë talent, se ka njohur shumë njerëz. Domethënë Zogu ka përdorur këto për kontaktet nivelit shumë të lartë, se ka pas shumë kontakte me kështu. Domethënë ditën kur është sulmuar Shqipëria për Italisë, Çatini ka humbur drejt me Churchillin. Po, është jo. Jo, besoj se do të përgatitet shumë shpejt, ndoshta, kështu ka thonë ky koleksionist që i ka këto, besoj. Po. Unë kam një pjesë të unë besoj si artist ka vlerë më shumë se si diplomat politikan, si artist se ka luajtur rolin gjithmonë e ka pas dorës së parë çështjen e artit. Pikturë, kontaktet që ka pas, miqësinë që ka pas me artista. Do thonë, jo, është vërtet është për të habit kështu. Ka në Jeruzalem, ka në Kanë disa galeri në New York, në Jeruzalem është sa dhurata, për ta ndihmuar shtetin e Izraelit kur është krijuar 48-ën, i ka dhuruar vetë Çatini. Kam një dokument që tregon, domethënë i falenderojnë shteti i Izraelit në 1948-49 duket. Ka disa në një galeri, Red Frame Gallery ka, po tek të zvarura nuk ka, sa di unë, asnjë galeri famshme kështu nuk ka, po. Dy punë në Tiranë që i di unë se ku janë, po që nuk kemi autorizuar për me i thanë, por që kanë ardhur këtu nëpërmjet shoqës, se shoqja me rrëzimin e komunizmit vjen në Shqipëri për me shit pronat e shoqit, e Çatinit. Dhe realizon shitjen e pronave në një mënyrë domethënë jashtëzakonisht shkurt, urgjente, flash dhe nis gjithë tratativa për marrjen e tapive dhe tjerë që ju dini se sa vështirë ka qenë dhe është në Shqipëri shit blemja e realizon nëpërmjet tyne 2 pikturave. Ka ma shumë, për janë 3 piktura. 2 një ishte politikanit famshëm dhe një është një profesori i nderuar. Ka në Rom ka ca piktura, ka të koleksioni Nermin Vlora Fallaskit, që janë njoft, ka pas kontakt me burrin e saj edhe me
Edhe një dy punë janë të familja Sara Bloshmit, se ka pas miqësi me Sara Bloshmin edhe me Vera. Vera Bloshmin është një artiste që ka studiu në Rom, dhe vajza Sarës. Po. Edhe një dy piktura janë të Dervish Duma, djali ti tani jeton në Aleksandr Duma në Rom. Një pikturë është Steven Nash, ish ambasadori i Shqipërisë në Tiranë, ambasadori britanik në Shqipëri. Ka dhe kështu në sa persona tjerë që kanë pas kështu, më thonë, një më duket është Isan Toptani. Një punë që ka pa, kështu. Ka dhe letër kombime edhe me marë, për letër kombime ka shumë, po. Kanë pas, më fani, ka pas studio të përbashkët në Londër. Është fotoja, imazhi i tabelës Saraci Kokoshka. E kanë ndihmuar. Po, Saraci e ndihmoi shumë Kokoshkën, se anglezët thashë më herët nuk e kanë njohur, nuk e ka pas idenë kush është Kokoshka. E ndihmoi bile fitoi edhe shtetësinë shumë shpejt edhe u bë, domethënë, pjesë e enturazhit të artistëve të famshëm kështu të Kokoshka edhe po më shumë e ka ndihmuar Katrin Drojda, si ishte një shumë aristokrate, Çatini ishte shumë i afërt, ishte mikesh shumë personale Drojdës. E ka pikturuar një pikturë të Katrin Drojdës, ka punuar afër 230 herë sipas dëshmisë Kokoshkës, është shit para në vitin 2011 është shit për 400.000 pound në Londër me një galeri kështu. Përse tani është nuk dëgjova. Hollywood, po. Po. Jo, ky kishte kontakte shumë të hershme me kështu, se ishte një person shumë i pashëm edhe kishte lidhje shumë të fuqishme me shumë personalitete të Hollywoodit, artistë të famshëm edhe kishte, do thonë, s'kishte lidhje kjo me artin shumë. Kishte më shumë të bëjë me mundësinë që i dha Mreti Zogë që shkonte në Amerikë, kur shkojnë në emër qytetit shqiptar me bë një marrëveshje koncesionale për qeshin e vajgurit. E u taku me Paul Gettin, aty i takoi të gjithë personalitetet e botës Hollywoodit edhe i shkonte vazhdimisht. Një rast, djali i Lord të pari, Lord Droida, në mbarit e tij shkruan, domethënë, në vitin 1970, thot Çatin Saraçi e takoi Çatin Saraçi prej New Yorkut deri në Londër, e thot më prezantoi me një femër shumë të bukur atje, ajo ishte martu bile me ato, thot ky ishte i dashuri më i rëndësishëm i mamës time. Shkruan për nonën e vet, po. Dhe faktikisht ka pas shumë kësi historina, Çatin ka pas numër të pa, mund të ketë qenë kësi punë playboy modern i kohës, dhe kishte kontakte shumë për një problem të vogël që kishin njerëz shqiptarët atje në Londër, vetëm Çatini mund t'i rregullonte të gjitha, se i njihte. Sipas dëshmisë së gruas së tij, së bashku me Ndoc Pistulin nga Shkodra, kishin qenë pjesëtar të një shoqërisë sekrete, që ishte në Francë dikun, ta inviton në Francë, por në fund dikun të kishte shkatruar letrat, i kishte djeg fare, ishin korrespondenca për çështje punë. Po kishte lidhje shumë të fuqishme me botën e kështu bizneseve nivelit shumë të lartë dhe shumë. Patjetër, po. Po.
Po. Është një po, do bëhet një botim edhe me veprat i kryesore edhe me fotografitë, se ka shumë fotografi që kanë në atje. Fotografitë i kam unë, ato mi ka dhuru kjo shoqja, po pikturat jo. Pikturat i ka bler një pjesëtari, një kritik arti edhe është një që merret me këto punë, domethënë është. Edhe besoj që do ta bëj, ka thonë që do bëj një ekspozitë në Tiranë edhe do ta organizoj një botim me veprën e Çatinit. Po, 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 po. Besoj se po. Jo. Po. Spacja ti në internet. Që ka bërë është nipi i tij, e ka bërë, jeton në Itali, Milano jeton. Në Itali, djali Nino Saracit, që të njënë në parë. Është kujdes për të faqen në internet, dhe Nikolaj, ka, po, studim dhe mund të ketë 200-300 punë. Po. Stefano, që në shkë? Po. Po. Është fati i shumë, domethënë piktorëve shqiptarë ose që kanë jetuar jashtë, në Itali sa di është Lind Delia ka një vend sigurt diku afër Romës, dhe piktori Kodra, cilën pjesën kryesore ka bler Begjet Pacoli, më duket ja ka dhuru, jo ja ka bler, ka dhuru, se është kujdesa vitet e fundit për to, po ka raste shumë, pikturat e Vera Bloshmit, që ka qenë vajza Sara Bloshmit, një pjesë janë në Romë, të familja e Nermin Vlorës, një pjesë janë në Londër, dhe nuk e di edhe ajo çat bëjmë me këto, më thonë, është puna e Çatini është nivel tjetër, më thonë, prapë se ka, po është fati i këtyre, domethënë, piktorëve që janë shumë të njohur në Shqipëri edhe nuk ka ndonjë, ndoshta presin që të shiten një ditë të fitojnë shumë para, ndoshta nuk e di, e kanë çështje shumë thjesht. Po do bëj çmos që ta filloj domethënë bisedën me këtë person që ta domethënë. Si është është numër shumë i madh i gravurave, pikturave që ka bërë Çatini, jashtëzakonisht kështu. Po. Patjetër, po. Absolutisht. Po. Sado që Çatini ndoshta një shumë të diplomative dhe politike, patjetër që ndikimi që ka pasur në është shumë i parë, e padyshim dhe bashkëpunimit që ka pasur atje,
In questo contesto pubblico di interesse di questo website per la network di poi appiare questa network. What I am showing you the work for this is the technical Cool. that's the line. Um, Oh. Ja, ik heb geen idee. Zo. Informazioni qua, varie qua, persone proteggi sulla simone, nei shumë planëshe, njofte të kësaj kulture. Ne sigurisht na intereson profili i tij në fushën e artit, si artist, por besoj më vjen në mend një personazh romanesk. Mua më çon të shkruaj romane. Është një figurë e jashtëzakonshme nga kjo fakt. Kishte diçka? Shumë pyetje. Shtëpia që është shit afër 1 milion, një prej shtëpiave. Kishte një Skardhat Studio, aty ku ka qenë edhe Kokoshka, kanë punu bashk. Jeton akoma zona e shtëpia është e ka trashëguar nipi i të shoqës, një irlandez, Benjamin Judd. E ka pas në Spanjë një shtëpi tjetër, që ka kaluar kohën e kështu gjithmonë. Po Çatini është marrë me ca veprat artit që i njift jashtëzakonisht linjës largët edhe është marrë me, domethënë, ka pas një talent jashtëzakonshëm me ble gjëra që kanë shumë vlerë edhe në tregu nuk i ka njoft fare edhe ato u marrë dhe ka fituar shumë ka ble shembull piktura që janë kanë shumë me vlerë se kanë ditë kush është vlera e tij edhe i ka marrë shembull po. A më duket Po. A më duket se edhe shoqja vjen nga bota e artit, ka qenë njëri i teatrit. Po, artit ka qenë piktore, po ka qenë një kritik e artit kështu, edhe familje shumë e famshme irlandeze, shumë e pasur ka qenë. Unë e kam edhe gjithë është interesant, gjithmonë tregonte se kur tregonte Çatini për historinë e Shqipërisë, thotë in my country. Tregonte që ishte kuzhinier jashtëzakonshëm, gatunte dhe peshkun më mirë se çdo restorant që kemi shkuar me hangër shumë. Edhe ka pas në Londër një traditë vitet 50-a që të organizoj fest parti, domethënë në shtëpinë e tij, që i ka qenë një studio me një shtëpi me 2 dhoma gjumi në altë dhe salla ka qenë shumë e madhe, aty kanë ardhur njerëz të jashtëzakonshëm kështu. Aty domethënë kanë ardhur artistë, Peter Ustinov i ka ra gitarës çdo të premte në atë vend. Po ka qenë shumë i famshëm dhe gazetat angleze kanë shkruar londineze për partit e Çatin Saraçit. Aty kanë njoftuar njerëz. Jo, Çatini pa njohur shoqën e vet kishte lidhje shumë. Kishte lidhje me femra tjera që ishin shumë të famshme, më të famshme se shoqja. Judd, familja Judd irlandeze, po, shumë e pasur. Familje që Elizabeth Judd me Abo Saraçi tani u rimartua, po prapse ishte, domethënë me burrin e dytë tregonte që Çatinin e donte shumë dhe ishte një njeri i jashtëzakonshëm, kishte. Po.
Anton Logareci, shoqen e vet, që ka qenë britanike, ka punuar në BBC, e ka njoftuar aty te parti Çatinit. Enca, ke diçka? Për profesorin me pasunë arkivën tonë, domethënë. Duhet me qenë bashkëpunim. Po. Albumet, po. Kam pas rastin me pa dërshkrimin e botuar me titullin Zogu I Shqiptarëve. Po. Dhe jam habit se dërshkrimi nis me makinë shkrimit. Pra nuk quhet dërshkrim, po typewriting. Po. Dhe mandena kalon me shkrimdorët. Dhe ky shkrimi I dorës fillon e bëhet për herë më I madh. Për herë më I madh, për herë më I madh, se si duket e kanë lënë syt në fund. Pa pas probleme me syt, edhe shkon te faqja e fundit bëhen garmat kaç. Po. Edhe një faqe fletore ka jo më shumë se 5 fjalë, 4 fjalë. Dhe është I pamaruar. Pamaruar. Ai faktikisht nuk e botoi librin asnjëherë, dhe ishte një moment, ndoshta krize, një moment që ishte shumë I zgënjur me Mretin Zok, dhe kishte shkruar shumë letra tjera kundër Mretit Zok në emër se është njëri I pavë, populli se don kështu. Edhe kryeministit britanik ishte shkruar disa herë. Por veprën nuk e botoi asnjëherë. Ai kishte shumë lek, Çatini mund të botonte disa libra, por nuk donte që nuk besonte. Në albumin familjar kishte Mretin me Gjeraldinën, disa albume aty bashkë, ishin domethënë shumë të afërt. Edhe kishte kaluar ndoshta jetën me Mretin Zok, edhe kishte kaluar shumë mirë, kishte qenë shumë I afërt, edhe kishte pas lirinë që të lëvizte gjithë botën. Gati ka shëtit shumë vende, domethënë në emrin e qeverisë shqiptare dhe Mretit Zok. Gati sipas dëshmisë të Dervish-Dumës, ishte I fundit përgjithësi me Lec Kurtin në ambasadën e legatën shqiptare në Londër. Çatini gati asnjëherë s'ka vajtur me punu aty me punën e vet, domethënë. Ndoshta ka dhe diplomat sotit që ministri ose kryeministri I largon, shkon të bën punën për kontakte si shtetit aty, po në atëherë ka qenë e mundshme dhe ka treguar me një rast Yusuf Vrioni që kishte takuar në 1936 në Çatinin në Londër. Aty thotë erdhi një mikeshe të Çatinit edhe u habitën gjithë aty se kishte një dashuri të jashtëzakonshme ndaj Çatinit, ishte një gjendje çmosme për Çatini kishte qelluar rastësisht, ishte ardhur nga Parizi dhe kështu që kishte mundësinë që të kontaktonte me njerëz që shumë të përgjithshëm kështu. Ky libër që përmendi Stefani faktikisht unë kam original kopjen akoma. Ka qenë I mashtrim, e kam botu jashtë rregullave komplet, nuk desha me rregull, domethënë edhe ishte ja dhash një miku tim që ka thoshte gjalli si nuk jeton tani. Për ta lexuar ai mori ja dha një profesorit që ishte antizokistit tërbuam kështu dhe botuan. Dhe kështu është historia. Jo, nuk është, vetëm për Mretin Zok është një si pamflet kundër Mretit Zok faktikisht është. Dekalog ndan në 10 kapituj dhe që janë 10 akuza në Mretit Zok. I thotë unë të akuzoj për 1 kapitull I parë, 2 kapitull I dytë dhe shumë më radhë. Kjo është. Është më shkruar me shumë mlef. Vile kam ca miq në Tiranë që kur e kanë lexuar pamflet, domethënë thotë nuk do të lexoj kurrë për Mretin Zok, se ka marrë me shpejt. Që faktikisht është gabim shumë, se nuk ka qenë ashtu historia. Të jashtëzakonshme për Mretin. Të jashtëzakonshme. Për shembull, ky ku jemi ne sot, ku është martu Zogu,
disa ditë para dasmës, dhoma gjumit ka qenë sipër, aty ku po do të themi punon profesor Gzim Hoxha. I thot hajde thot të tërgoj thot çarçafët. I thot zogu Çatinit. Janë çarçaf prej linit, prej mnafshit vjenez që janë përullume vetëm për mu. Edhe Çatini, si një person shumë ironik, i thot në të mani, thot që se doni me të vërtet diçka speciale, ky nuk është mnafshi vjenez, po lini irlandes. Domethënë e fynden këto intimitetet e vogla kështu. Po, dhe është talë me atë figurën e para se mu bua mbret, zogu bën një uniform si ushtarak si në kohën e vidit, ishte kështu. Çatini u talë me ato shumë, thotë, u duk shumë skandaloz me atë figurën e... Po. Dikush tjetër? Unë shpresoj që ta kemi prep profesorin e dashtun, ndoshta për një tjetër figurë, siç është Lec Kurti, i cili ishte kompozitor, ishte muzikant, ndoshta autori i simfonisë parë shqipe, që kanë jetu kanë punu bashkë me Çatinin, Leci ishte ambasadori jo në Londër, Çatini ishte sekretari i parë. Jeni shumë ma tepër se i mirë së ardhur. Faleminderit shumë, Stefani, faleminderit një dhe shumë.